Çmimet e kriptomonedhave u rritën pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump për një dividend të paktën $2.000 nga tarifat për shumicën e amerikanëve. Në Truth Social, Trump tha se SBA po gjeneron triliona dollar nga tarifat që po përdoren për të ulur borxhin kombëtar dhe për të financuar dividendin. Bitcoin u rrit me 1.93% mbi $103.000, Ether 4.75% mbi $3.500 dhe Solana 2.49% mbi $160, ndërsa indeksi CoinDesk 20 u rrit mbi 1.5%. Rritja vjen pas një rënje javore ku Bitcoin dhe Ether ran 5.7% dhe 7.5%. Reagimi sugjeron se tregtarët shohin potencial për rritje të shpenzimeve të konsumatorëve dhe fluksin e kriptove nëse fondet do të shpërndahen. Megjithatë, pagesa e dividendit nuk mund të ndodhë menjëherë. Vendimet për shpenzimet federale kërkojnë menatim nga Kongresi dhe shumica e ekspertëve vënë në dukje se të ardhurat nga tarifat nuk mjaftojnë. Erika York nga Tax Foundation thekson se për 150 milion amerikanë të kualifikuar, shuma e dividendit arrin rreth $300 miliard, ndërsa tarifat e reja kanë sjellë vetëm $120 miliard. Pas llogaritjeve ekonomike, kjo bie në rreth $90 miliard. Kjo tregon një hendek të madh për financimin e dividendit vetëm nga tarifat.